Mërgjimtarët mujnë me çupare në Kosovë me komision shumë të lartë. Në mrena 1 minuti kryhet transaksioni. 25% e popullit Kosovës përdorin kriptovaluta në bazë ditore. Shënjestër.net. Për marrë shembullin e Pakistanit, që ka bërë marrëveshjen me USD, është një stablecoin. Stablecoinat janë çata coina në kripto që nuk lëvizin, domethënë janë pasqyrim, në këtë rast i dollarit. $1 bën një USD, domethënë nuk lëviz si kripto tjera. Pse ka bërë Pakistani këtë sen, është se për post tjerash, diaspora e Pakistanit dërgën shumë remitenca në Pakistan, prej vendeve ndryshme të botës, edhe normalisht paguajnë komisione tepër të larta në bankat edhe në financat klasike. Me kripto ose me stablecoin në kripto, mundesh me dërgu prej ku dushit në botë, të çfarë dush veni me komisione tepër të ulta, kur po them tepër të ulta janë minus 80% krahasim me bankat, të paktën edhe shumë shpejt. Domethënë mrena 1 minuti kryhet transaksioni. Tash nëse bojnë ana në krahasim me sistemin klasik financiar, një transaksion vonon 2-3 ditë, më e vogla 1 ditë ose mrena ditës, po gjithashtu ka me të kushtu në bazë shumës që ti e dërgon. Sa më e madhe shuma, më i madh edhe komisioni që ti ke me pagu. Ndërsa në kripto, sado që është shuma, komisioni mbet në shumicën e rasteve i njëjtë. Ka raste kur luhatet, mirë pa apet krahasim me sistemin klasik financiar, është drastikisht më i ulët se sa ato. Kjo veç është e mundur me dërgu pare, sidomos diaspora, përmes kriptovaluta, stablecoina ndryshëm që është USDT ose USDC, me komisione shumë të ulta, mirë po çka kishim me konë më e mira është nëse bëhet diçka zyrtarisht shtetërore përmes qeverisë të Kosovës ose Bankës Qendrore të Kosovës. Nëse Kosova arrin me bë këto në mënyrë shtetërore, kishim me konë e para në rajon, po edhe në Evropë që bën diçka të tillë. Se Kosova ka edhe potencialin, po edhe mundësinë me i bë këto për shkak të komunitetit edhe të adoptimit të lartë të kriptovaluta në Kosovë. Veç sa për ilustrim, 25% e popullit të Kosovës përdorin kriptovaluta në bazë ditore. Këto janë statistika prej kombimores Binance. Tash nëse krahasojnë edhe me kombimore tjera, sigurisht se përqindja është më e lartë. Për shembull në Kosovë, çysh kishim mujt me zgjidh teknikisht këtë punë, është me u kriju një stablecoin për shembull Euro Kosova, që kishim me konë pasqyrim i euros, për arsye se euro përdoren në Kosovë. 1 euro është 1 euro normalisht, domethënë që është në jetën reale. Tash, kur diaspora ose tjerë kishin dashur me dërgu pare në Kosovë përmes kriptovalutave, kishin mujt me përdor këtë euro që është stablecoin për me i dërgu paret e veta edhe me pagu komision, thash më herët, deri ma lirë se 80 deri 90%. Stablecoinat nuk janë armisht të bankave, ose nuk synojnë me i luftu bankat, ato synojnë me bashkëpunu me banka. Çdo sen që bëhet zyrtarisht si stablecoin, po edhe në kripto, deri tash na ka dëshmu që është 100% e sigurt. E lema në rastin për shembull nëse bëhet diçka në aspekt shtetëror, për shembull Kosova e krijon stablecoinin e vet, ajo ka me u menaxhu prej Bankës Qendrore të Kosovës, jo prej individave, kështu që kjo e bën edhe të sigurt, edhe të shpejt. Shënjestër.net